Pra, kjo grua e cila është me këtë lloj të gjakderdhjes, mustahadha, është një lloj sikur këto uzërlit tjerë, që kanë uzër, domethënë që kanë arsye të falen ashtu me atë gjakderdhje, apo me atë urinë, për shembull, urina rrjedh, ai ka të drejtë ta falë namazin, apo ta prekje Kur'anin, edhe kështu me radhë. Ose një lloj është sikur me atë person i cili ka me medicinë, nuk e di si i thonë, po me siguri ka domethënë term special, vazhdimisht gaznat i dalen, edhe nuk mund t'i mba. Pra edhe ky person është uzërli. Po ashtu uzërlian edhe personat të cilët kanë ndonjë varë, edhe ajo vara vazhdimisht rrjedh. Pa marrë parasysh domethënë a gjak rrjedh apo qelp rrjedh. Gjithë këto që i përmendëm, nëse dikush për shembull i ka këto, ai obligohet apo kërkohet prej tij që të mundohet t'i ndaloj këto gjëra gjatë namazit, t'i ndaloj me bie fjala me mbushje, ose me ndonjë lidhëse, që do të thotë, nëse me mbushje vendon për shembull taj vendi e mbushën me diçka, ndërpritet gjaku, normal me gjëra speciale, edhe ndalet gjaku, obligohet ta bëjë një gjë të tillë. Me kusht kur nuk obligohet nëse dëmtohet në shëndet. Atëherë nuk i kërkohet. Por nëse nuk ka ndonjë pasojë në shëndet, nuk i sjell ndonjë dëm, atëherë nuk obligohet. Atëherë domethënë obligohet faktikisht domethënë ta mbush atë vendin me diçka, apo ta lidh me diçka, me ndonjë lidhëse. Prandaj, këto persona thotë, siç e përmendëm, pikë pari, ai duhet që të mundohet ta ndërpretat, apo ta paksoj. Nëse për shembull nuk mund të ndërpresë krejt, ta paksoj atë gjakderdhjen, apo diçka që është e ngjashme me gjakderdhjen. Si ta paksoj? Smundjet janë të ndryshme. Paksimi mund të bëhet bie fjala, nëse rri në këmbë, i paksohet apo i ndalet. Nëse i ndalet krejt, atëherë domethënë ka tjetër dispozit, po i paksohet bie fjala. Nëse ulet, kur bie në sejdë bie fjala, atëherë i shtohet më tepër. Rrjedh më tepër. Atëherë çka duhet bëj ky person? Ky person obligohet që namazin ta bëj me isharet prej këmbë dhe mos bie poshtë në sejdë. E tehijatin për shembull, nuk ulet në tehijat, po me isharet do t'i bëj të gjitha ato. Pse? Sepse më mirë është ai personi ta fal namazin pas sejdë, mendoj domethënë sejdën do ta bëj me isharet, do ta bëj sejdën, po duke mos e bën në atë që kërkohet ali si duhet, domethënë të bere me kokën ta vënë në sejdë, më mirë është t'i bëj me isharet se sa të falet pa abdes. Se normal kur i paksohet për shembull gjakderdhja, apo i ndërpritet gjakderdhja, atëherë normal se ma e udhës është dhe kërkohet një gjë e tillë. Pse? Se i largohet ajo pengesa e cila ja prish abdesin. Prandaj, të kundërtat edhe mund t'i bën. Nëse të kundërtën për shembull
Nëse rrin kam më tepër ka gjakderdhje, ndërsa kur bie në seshde apo kur ulet, i ndalet gjakderdhja apo i paksohet gjakderdhja, atëherë çka do ta bëje atë që është më e lehtë normal. Do më thonë kam nuk rri, edhe do t'i bëj ato të kamës me isharet. Do më thonë ullur, edhe Allahu Akbar, elhamdulillah, lexon edhe kështu me radhë. Pra në një thot, këto uzullit duhet një gjë të tillë ta bëjmë, pra të mundohen ta paksojnë apo ta ndërpresën atë shkak i cili ja prish abdesin. Në dy, nëse për shembull i ndërpritet thot, ajo gjakderdhja apo e ngjashme me gjakderdhjen që ja prish abdesin, nëse i ndërpritet, atëherë ky person ma nuk është e uzërli. Nuk i ka dispozitat e uzërlisë, sepse uzërliu i ka dispozitat të veçanta. Një prej ative dispozitave është e çka? Ai duhet të merr abdes kur thret, kur hyn në koha e namazit. Dhe me atë abdes pa marrë parasysh se ka gjakderdhje, apo se rrjedh qelbi për shembull prej trupit, apo e ngjashme me të, pa marrë parasysh, ati nuk i prishet abdesi dhe ka të drejtë të falë namaze të ndryshme, edhe kazaja, edhe nafile, edhe krejt ka drejtë të fale ato, edhe ta preki musafin, edhe gjëra tjera, deri kur thirrën apo kur hin ezani i kohës tjetër. Kur hin koha tjetër. Deri atëherë, nëse nuk e prish abdesin me diçka tjetër, do të thotë se nëse e prish abdesin me diçka tjetër, i prishet abdesi. A u kupton? Uzërlis. Nëse për shembull me diçka tjetër i prishet, e keni parasysh tash, pa marrë parasysh ka është e diçka e tjetër, bie fjala uzrin e ka, arsyeën e ka prej kësaj varre. Ai çka bën? I del ndonjë gaz prej trupit të tij. Atëherë çka? Ka drejt falet ashtu jo. Duhet përsërit merr abdes, edhe i konsiderohet atëherë, domethënë ajo abdesi. Këto që i tham, të gjitha kanë të bëjnë me gruan e cila është e mustahada, do më thënë ka gjakderdhje jashta ciklit të muajit dhe jashta lehonis, dhe me personat që janë uzërli, do më thënë i rrjedh për shembull prej varrës gjak, apo prej hundës i rrjedhën vazhdimisht gjak, dhe nuk ka të bëj me gruan e cila është në ciklin mujor apo me lehonin. Pse nuk ka të bëj? Sepse lehonia, nëse për shembull mundohet në kohën e ciklin mujor, nëse mundohet ta ndërpret, mendoj mos dalet gjak, e mbush për shembull atë vendin edhe në ndonjë farë mënyre që mos dale gjatë asaj kohës, për shembull, a i konsiderohet ajo? A ka të drejtë falet? Me cikël? S'ka të drejtë. Në më dhënë flasën për kohë, për atë që është e jashta ciklit. Se gruaja e cila është me ciklin mujor apo me lehoni, ajo nuk ka të drejtë falet. Pa marrë parasysh, a ka apo nuk ka? Si tham atëherë, nëse rrjedh gjaku për shembull për ciklin e kina mujor, edhe pastaj a është e kusht sot për shembull nga 2 orë ka rrjedh. U vërtetu se është në ciklin mujor. A është kusht të ketë gjak ajo? Po të konsiderohet se është patjetër vazhdimisht? Jo. Mund 1 ditë, 2 ditë, 3 ditë mos ketë.
gjatë të ciklit, mund mos ketë, që do të thot, a i lejohet asaj pra të falë namaz? Jo. Ndërsa, kur është e fjala për istihadan, në më thëmë për gjakun që nuk ka të bëje me ciklin, atër ajo i kërkohet një gjë e tillë. I kërkohet namazi, prandaj, thot, kjo ka të bëje, do më thënë, këto fjalë që i them kanë të bëjnë me atë që është e grua mustahada që quhet, a nuk ka të bëje me hajdin, apo nuk ka të bëje me ciklin mujor, apo me lehonin. Ka përjashtim, thot, dhe nuk kërkohet për gruas që ajo ta paksoj, apo ta ndërpret në ndonjë farë mënyre, gjakun e saj, flasëm pra për ko, flasëm për mustahadan, jashtë ciklit, dhe jashtë lehonis. Kur nuk ka të drejt ka përjashtim, nuk ka të drejt ta bëjnë një gjë të tillë, nuk ka të drejt për dy arsye, në dy raste. Rasti i parë, nëse e bën, për shembull, nëse e lidh apo e mbush, si rezultati i saj vjen domethënë deri te smundja. I paraqitet një smundje, ka pasoja të rënda. Atëherë nuk ka të drejtë ta bëjë një gjë të tillë, oni pse rreth, s'ka lidhje, siç edhe është shpreh pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, wa in qatara ad-damu 'ala al-hasir. Ti do të falesh, i ka thonë, edhe me qenë se gjaku rjedh, po në tepik për shembull, apo në atë vendin ku falesh, dukut alis, domethënë rjedh gjaku me të madhe. Pse? Se hije domethënë për atyre personave që quhet udhër, madhurin, domethënë me arsye, uzërli. Kjo në një, në dy, është e thot, nëse për shembull ajo grua që ka gjakderë dhe jashtë ciklit dhe jashtë lehonis, nëse është me agjerim, ajo thot duhet të ndalë dhe mos e bën, mos mundohet të ndërpret gjakun gjatë ditës, që mos ja prish agjerimin. Që mos ja prish agjerimin. Keni parasysh, se nëse dikun për shembull e ndal, ajo mund del dikun tjetër. Edhe prandaj për shembull ajo duhet, nëse është për shembull me agjerim, thot duhet të ndalohet nga një gjë e tillë.